ta kishin dash, po ta kishin dash shqiptarët Shqipërinë. Sa qëreku i qërekut që dunë socialistët Edi Ramën, ne do t'ishim perëndori sot në botë. Edhe herë, po të deshtin shqiptarët Shqipërinë, kombin e tyre, shtetin e tyre. Sa dunë socialistët Edi Ramën, sa qëreku i qërekut që dhe dunë Edi Ramën, ne do t'ishim sot mretëni e botës. Vlezër e motra, unë nuk mundëm do të shpjegoj se si mund të ndohë që çfarëdo që të bëj Edi Rama, sado korupcion, sado pesëlligje dhe arrogancë, arbitraritet, ato prapë kërkojnë më çdo kush që të metet i paprekshëm, jo vetëm kaq, për duan edhe të paraqesin si njeriu më i madh që ka njoft ndonjëherë kombi. Kjo më habit. Unë jam dakord në qoftë se bëhet një luftë, një përpjekje. PD-ja apo PS-ja, dhe PS-ja nuk ka njëri tjetër, nuk kanë besim ata, kanë vdek, kanë ngordh të gjithë për shembull, edhe vetëm Edi Ramën kanë. Edhe pa Edin, ekzistenca e tyre në pushtet është e pa si thua, e realizueshme. Po tjetë kjo unë nuk kuptoj. Për të dalësh për shembull edhe kundër Agron Shehajt, që s'është, për të dalësh thash edhe kundër Agron Shehajt, që s'është i PD-s, apo edhe kundër Adriatik Llakaj, më duket e ka ky, që s'ka asgjë më PD-n, edhe që proteston kundër kësaj qeverie hajdutësh, kriminalësh, që shesin interesat e kombit dhe pasurit nëntokësore për kaq vitesh edhe s'merr shteti një lek. Edhe prap dalësh të mbrësh këtë arrogant që pash një video kur e pyese një gazetar Edi Ramën, edhe i thoshte që morali është një cilësi e rëndësishme e politikanit, kryesisht e pushtetarit. Edhe si ndihesh ti? I tha që ke një të korruptuar ti për krah, i kishte një nga dipra se çka ishte, një video që kurshme. Si ndihesh ti para popullit kur flet kundër korrupsionit dhe ke pikrisht një të implikuar në korrupsion për krahu? Edhe pyetja ishte mjaft e respektshme, se unë shoh mjaft gazetar nga herë që bile edhe në parlament kam dëgjuar që i sillen me në mënyrë të pa respekt kryeministrit. Kriminale çka është, do të sillesh me respekt, edhe ta përsërish me respekt. Por ai gazetari e pyese me shumë respekt, me shumë dinjitet, me shumë profesionalizëm, edhe ky në vend që të përgjigjë pyetjes, ky arroganti filloi, "Me ke qeshti, pse qeshti, se kuptoj pyetjen tate, përgjigju pyetjes, mor maskara, mor qenë vjerçeni." Përgjigju pyetjes me arrogancë, ti jep këtë drejt njerëzve, se unë kam qenë kundër gazetarëve që kujtojnë veten si të barabartë dhe e pyesin në mënyrë harbute si rrogeç rrugës kryeministrin për pyetje kur dua ta pyesësh me profesionalizëm. Po ky maskara jo a jep të drejtën vetë, se kur e pyesin me respekt, ky u ktheka me autoritetin e pushtetarit, me abuzimin në maksimum të detyrës. Pra i bën dhunë me pushtetin, me keqeshti, me kujt i fleti, pse zgërdhiheshti, ai të bëni pyetjen më qenë Bjorqeni. Unë nuk e kuptoj, por t'ishin shqiptarët kaq të devotshëm ta mbrojnë Edi Ramën me çdo kusht, edhe kur s'ka logjik mbrojtja e tij, ne do të kishim qenë sot në botë perëndori, po na jemi këto që jemi, se kemi në mes tonë sa dhemje që shkojnë edhe u thurin lavde edhe përtasin si qene, si gore, mos atyre që janë më pushtet. Njeriu
që ka pak moral e dinjitet, vetëm kur nuk bën avokatorin e tyre që është në pushtet, s'ka nevoja në pushtet. Njeriu me dinjitet është kundër çdo lloj pushtetari në momentin që ai nuk justifikon, tradhton, edhe dihet në dispozicion thash të një grushti hajdutësh, qofshin këta edhe ministra apo drejtore kabinetësh. Du të them, roft Albin Kurti, roft Vjosa Osmani, roft Marin Mema, roft Adretik Lalaj, duke të më falë se nuk e di emrin, edhe Gron Shehaj, nuk e di se çfarë e kush janë, por mjaft që ngrihen kundër kësaj tiranie në Tiranë. Sami Gjoka ju përshëndet.